Ermal, çfarë ndodhi në seancën e sotme gjyqësore dhe mbi çfarë argumentash u shty kjo seancë? Ditën e sotme, në orën 11:30, ka nisur seanca në fakt sa i takon ndryshimit të masës sigurisë të kërkuar nga avokatët mbrojtës të ish-presidentit Ilir Meta, i cili mbahet i arrestuar prej tetorit të kaluar për të paktën 3 vepra penale, siç është ajo e korrupsionit, pastrimit të parave, por edhe fshehjes së pasurisë. Ndërsa ditën e sotme, prokuroria e posaçme paraqiti disa fashikuj hetimor në ngarkim të ish-presidentit Meta, i cili kërkon të kështu ndryshimin e masës sigurisë, dhe për këtë kanë qenë në fakt avokatët e tij mbrojtës që i kanë kërkuar kohë gjykatës që të njihen me fashikujt e rinj të dorëzuar nga ana e prokurorëve të posaçëm në lidhje me hetimet që janë zhvilluar në drejtim të ish-presidentit Meta. Dhe për këtë gjykata i ka lënë kohë të njihen me këtë, po themi me këto fashikuj hetimor, duke shtyrë seancën për ndryshimin e masës sigurisë në 26 qershor në orën 10:30. Nga ana tjetër, më herët prokuroria e posaçme kemi mësuar në fakt se nga hetimet ka dalë në dritë edhe një tjetër fakt sa i takon përfshirjes së ish-presidentit Meta në aferën e korrupsionit, ku ka dyshime në fakt se të jetë pajisur me një kartë krediti nga ana e biznesmenit Adratik Shatku për të bërë blerje të ndryshme në vitet 2014-2015, për të cilat prokuroria pretendon se po themi është ndikuar nëpërmjet tij, nëpërmjet korrupsionit, për ta favorizuar në lidhjen e një marrëveshje mes një kompanie private dhe për shtrimin e kabullave apo marrëveshje interkoneksioni. Për gjitha këto, në fakt do të shohim se si do të vijojë tashmë seanca që është përcaktuar në datën 26 qershor në orën 10:30 këtu në gjykatën e posaçme, ku do të jetë gjyqtari Erion Çela, që do të vlerësojë mbi kërkesën e avokatëve të ish-presidentit Ilir Meta. Faleminderit Ermal Via për raportimin.